Porosia e fundit që e dha pejgamberi alayhi salam në momentet kur e dorëzonte shpirtin ishte falja e namazit. Ai e dorëzonte shpirtin ke Zoti. Ishte në moment në agoninë e vdekjes, por porosinë e fundit ma dha mu edhe ti që të kujdesim për namazin dhe të përjetojmë namazin si lidhje mes nesh dhe Allahu xhaleshani. Pra, i nderuari vëlla, imagjino nëse prindri të jep një porosi të fundit në ato momente të vdekjes, si do të pranojsh ti? Kuptohet? Do të pranojsh me seriozitetin më të madh, nga se baba apo nana porosin e fundit nga jeta e tij ma ka dhënë këtë ose çat. E Muhamedi alayhi salam, fjala e fundit që doli prej gojës së tij ishte kujdesu për namaz. Një shok i pejgamberit alayhi salam e pash të dashurin Allahut në momentin e vdekjes, e ai na porosiste për namazin, es salatu, kujdesuni për namazin, kujdesuni për namazin. Aq tepër e përsëriste pejgamberi alayhi salam sa që ju rëndua goja e tij. E ndjenim se me zemër na thonte namazi dhe kujdesuni për këtë obligim që Zoti xhaleshanuhu ma obligoi në qiell. Pra, shqetësimi më i madh i pejgamberit alayhi salatu wassalam për ummetin e tij ishte kujdesi për namazin. Ndërsa buzëqeshja e fundit e pejgamberit alayhi salam, e dini cila ishte? Dhe në cilën kohë e bëri Muhamedi alayhi salam buzëqeshjen e fundit? Në momentin kur ishte i smund dhe nuk mund t'i printe njerëzit në namaz, edhe doli në xhami dhe e pa Ebu Bekrin tu ju pri në namaz, në një prej kohëve të namazit, ndërsa xhamati faleshin pas Ebu Bekrit. E Muhamedi alayhi salam buzëqeshje dhe u gëzua, dhe kjo ishte buzëqeshja e fundit që bëri pejgamberi alayhi salatu wassalam. A e kupton, a i ndërlidhin këto çështje, nderuari vëlla? Fjala e fundit që doli nga goja e pejgamberit alayhi salam ishte të kujdesemi për namaz. Buzëqeshja e fundit e pejgamberit alayhi salam ishte kur i pa shokët e tij të renditur në saf, mbas Ebu Bekrit radiallahu anhu duke falur namaz. Edhe kjo na jep me dije se sa kujdesej pejgamberi alayhi salam për ummetin e tij që të jenë namazfalës. E sa gëzoi pejgamberi alayhi salam kur i shifte njerëzit duke e falur namazin.